Ilir Beqaj, pasi fitoi betejën me gjykatën për të dalë nga kafazi i qelqt, e bëri mbrojtjen për dosjen e sterilizimit nga poltroni i gjykatës së posaçme. Për këtë çështje Beqaj akuzohet se në cilësinë e ministrit të shëndetësisë ka kryer vjedhje duke shpërdoruar detyrën në kuadër të grupit të strukturuar kriminal lidhur me kontratën koncesionare me vlerë mbi 100 milionë euro. Përmes avokatit të tjerë me Alyzeirajt, Ilir Beqaj kërkoi pushimin e çështjes ose pezullimin e saj dhe dërgimin për interpretim në gjykatën kushtetuese. Ndër argumentet kryesore të avokatit është ai i pengesës financiare për mbrojtje efektive, por edhe për volumin shumë të madh të dosjes. Sterilizimi është paditur nga Nisma Thurje, entitet për të cilin Ilir Beqaj ka gjithashtu rezerva. Kallëzimi i paraqitur nga kjo parti nuk identifikon një autor dhe nuk jep rrethana specifike, por vetëm ngre disa pikpyetje, pretendon avokati i tij. Ndërkaq edhe SPAK, thot mbrojtja, nuk ka kryer verifikime duke synuar sigurinë juridike. Edhe me herët Beqaj ka mohuar akuzat duke deklaruar se sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale ishte i nevojshëm. Sipas tij, kontrata koncesionare uli infeksionet spitalore, modernizoi instrumentet kirurgjikale dhe siguroi punësimin e rreth 250 personave.